Radio Maria, pjesëri kishte në shtëpinë tënde. Radio Maria, Kosovë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju flet Pater Lorenzi, frati i Gjakovës. Herën e fundit kemi filluar të flasim për famuljarët e Kosovës nga viti 1958. Sot është vazhdimi i atij emisionit, kurse është emisioni i 10 në paraqitjen e jubileut të madh franceskan 2026. Në rënd është Pater Ilija Kovačević, që ishte gvardian dhe famuljar në Gjakovë nga viti 1991 deri në vitin 1997. Pater Ilija është lindur me 3 mars të vitit 1957 në Bosnë, është kroat, afër Derventes. Megjithse ishte i vetmi djalë i prindërve të vet, ka edhe 3 motra, por i vetmi djalë, u vendos të jetë meshtar franceskan. Familja e mirë fetare e pranoi këtë vendim pa kundërshtim. Ai u shugurua meshtar me 29 qershor të vitit 1982. Në Gjakovë erdhi si diakon në prill të vitit 1982 para shugurimit meshtarak. Deri në vitin 2009 shërbeu gati në të gjitha filialet e famullisë së Gjakovës. Vetëm një vit ka shërbyer në famullinë Gornja Dubica në Bosnë, 1988-89, për ndryshe krejt kohën në Gjakovë, plot 26 vjet. Pater Ilija ishte gvardian dhe famuljar i Gjakovës pas Pater Lorenzit. Do të thotë në vite 1991-97. Në atë kohë, ai e përfundoi ndërtimin e kuvendit të ri franceskan pranë kishës së Shnanot dhe rinovoi kishën e Shnanot në vitin 1996, duke u mbështetur kryesisht në bashkëpunimin me Pater Ambroz Ukaj, që prej fillimit të vitit 1985 ai organizoi disa kvize ndërfamultare katekistike në Gjakovë dhe në Kosovë. Përgatiti dhe botoi disa fletore pune për mësimin e fesë, për klasën e 5 në vitin 2001, për 6 në 2002, për fillestar, do të thënë për klasën e parë në vitin 2003 dhe për klasën e dytë në vitin 2004. Ai është iniciator i botimit të revistës së famullisë së Gjakovës, Bashkësia Jonë. Në fillim ishte redaktor teknik i saj e pastaj krye redaktor prej vitit 1991 deri në 97. Ishte edhe bashkëpunëtor i dritës dhe antar i redaksisë së jetës liturgjike. Po ashtu ishte nismëtar i web faqes së famullisë së Gjakovës në vitin 2007. Ndihmësit e Pater Ilijës ishin Pater Angelko Kamenxhić apo Pater Angeli, Pater Anton Nua, Pater Ambroz Ukaj dhe Pater Marian Lorenzi si diakon. Në vitin 2009 ai shkoi në vendlindje në famullinë e Plehanit afër Derventes në Bosnë si kapelan. Pastaj në vitet 2012 dhe në 2016 ishte gvardian i kuvendit franceskan Plehan. Pasi e kreu mandatin e gvardianit në Bosnë, shkoi në Shqipëri, ku ishte zëvendës famuljar i Lezhës nga viti 2016 deri në 2018
e pastaj u transferua në kuvendin franceskan Gjuhadol në Shkodër, ku ishte mësues i klerikëve nga viti 2018 deri në vitin 2021. Pas atij mandati, shërbeu edhe një vit si rrëfyes në shenjtëroren e Shnanot në Laç Sebaste. Ma në fund në vitin 2022 u kthye prapë në Gjakov, ku kujdeset për kishën filiale të Moglicës, i mëson fëmijët muzikën kishtare, i ka aftësuar disa djemë dhe vajza të përcjellin korin dhe me organo gjatë meshës së shenjtë, kujdesohet për bibliotekën e kuvendit dhe për shumë gjëra tjera. Është shumë i dobishëm, me të vërtet bekim për bashkësinë franceskane të Gjakovës. Zoti e shpërbleft. Pas Pater Ilis, famullitar dhe guardian i Gjakovës u bë Pater Ambroz Ukaj. Pater Ambrozi është lindur në Velezh, afër Prizrenit, me 23 shkurt të vitit 1961. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, kurse gjimnazin në seminarin dioqezan Paulinum në Suboticë. Studimin e filozofisë dhe teologjisë vazhdoi në Rijeka në Kroaci. U shugurua meshtar me një gusht të vitit 1987. Në fillim ishte meshtar dioqezan. Mas pari ka shërbyer si kapelan në famullinë e Velezhës 1987-88, e pastaj edhe 2 vjet si kapelan i Binçës 1988 deri 1990. Atëherë hyri në urdhën franceskan si antar i provincës franceskane të Bosnjës. Noviciatin e kreu në Sarajevo në vitin 1990-91, e pas noviciatit si franceskan shërbeu disa muaj në famullinë e Dubraves afër Tuzlës. E pastaj krejt kohën në Gjakov, pasi 3 fretër të Gjakovës u caktuan të shkojnë në shërbim në Shqipëri, Pater Lorenci, Pater Antonua dhe Fra Pashk Gjetaj. Edhe Pater Ambrozi disa herë vinte nga një muaj aq sa kishte vizën në ndihmë në Shqipëri. Ndonjëherë me Pater Engjën, ndonjëherë vetëm. Ka bekuar shtëpitë në Tiranë dhe në Troshan. Ka shkuar me Pater Lorencin edhe në Curajt e Epërm dhe në zonën e Legbibajve për një mision disa ditësh. Në tetor të vitit 1993 u arrestuan nga policia serbe dhe u burgos së bashku me grupin e Priftit, ashtu e kanë quajtur, mas pari në Gjakov e pastaj në Pej. U lirua pas 65 ditëve pas intervenimit të Vatikanit. Si kapelan, bashkëpunëtor i Pater Ilis Kovačević në vitin 1996, i drejtoi punimet në renovimin e kishës së Shnanot në Gjakov. Famullitar dhe guardian në Gjakov ishte në 3 mandate, 9 vjet, prej vitit 1997 deri në vitin 2006. Pas luftës në Kosovë, në vitin 1999, rinovoi për brenda dhe për jashta kuvendin franceskan, që ishte shumë i dëmtuar në luftë. Filloi ndërtimin e kishës së re famulitare të Shënpjetrit e Palit Apostull në vitin 2001. Përktheu dhe botoi disa libra në gjuhën shqipe. Ndihmësit e tij ishin Pater Ilija Kovačević, Pater Noj Kajtazi, Pater Marian Lorenci, Pater Lovro Gavran dhe Fra Leonard Markaj si diakon. Në vitin 2010, për një vit e gjysmë, shkoi në Australi, në Melbourne, për shqiptarët e Australisë, që ishin me prejardhje nga Kosova, Shqipëria dhe Malizi. Pastaj krejt kohën deri tani ka shërbyer në Gjakov. Në rend është tash Pater Anton Nua. Pater Antoni është nga Prizreni, është biri i Pjetrit dhe i Elizabetes Nua, lindur Gjuriq,
Është lindur në Prizren me 12 qershor të vitit 1958. Shkollën fillore e kreu në Prizren 1965 deri në 73, e të mesmen në seminarin dioqezan Paulinum në Subotic në vitin 1973 deri në 77. Filozofin dhe teologjin ka studiuar në Zagreb në vitin 1977 deri në 84. Në ndërkohë e kreu edhe shërbimin e detyrueshëm ushtarak në Ljubljan në Sloveni, nga dhjetori të vitit 1979 deri në janar 1981. U shugurua diakon në Prizren në dhjetor të vitit 1983 nga Monsignor Nik Prela, dhe pastaj u shugurua edhe me shtar në Prizren po ashtu, me datën 23 shtator të vitit 1984 nga Monsignor Joakim Herbut. Si meshtar i ri, 6 muaj ishte misionar për Bashkësinë Katolike Shqiptare në Zagreb, e pastaj 2 vjet prefekt dhe mësues i latinishtes në seminarin dioqezan në Shkup, në vite 1984 deri në 86. Dhe njëkohësisht ishte kapelan dhe noter në zyren i peshkore Shkup Prizren. Pastaj hyri në urdhin franceskan në provincën franceskane të Shenjkryqit, Bosna Srebrena, zhgunin franceskan e veshje në Dubrave, në Bosnë, me 13 korik të vitit 1986. Noviciatin e kreu në Bistrik në Sarajev, kushtet e para i bëri po ashtu në Sarajev me 16 korik të vitit 1987, kushtet solemne po ashtu në Bistrik në vitin 1990. Pas kushteve të para, një kohë shërbeu si kapelan në Tuzla në Bosnë, në vitin 1987-88, e pastaj në Gjakov në vitin 1988-92. Pas lirimit të fesë në Shqipëri, u bë gvardian në Gjuhadol në Shkodër, nga viti 1992 deri në 95, dhe njëkohësisht ishte famullitar në Bajzë. Bajzën e ka shërbyer nga Shkodra. Në bashkëpunim të ngushtë me zotëri Kolec Gjergjin, nxori shumë dokumente nga arkivi i shtetit për pronat e provincës franceskane shqiptare. Arriti edhe të fitojnë nga Bashkia e Shkodrës terrenin mjaft të madh në Hot të Ri për kuvendin e motrave franceskane të Zojës së Papërlyer dhe për Kish. Të dy projekte pastaj së shpejti u realizuan. Në vitin 1995-96, prap ishte kapelan në Gjakov. Prej vitit 97 deri në verë të vitit 2006, ishte misionar për katolikë shqiptar në Gjermani, në Stuttgart, pasi Monsignor Hilka Bashi u zgjodh i peshkëv për jugun e Shqipërisë. Pastaj u bë gvardian dhe famullitar në Gjakov në vitin 2006 deri në 2012. Nga viti 2012 është vikar i kuvendit dhe kapelan në Gjakov. Si gvardian, Pater Antoni vazhdoi ndërtimin e kishës së re famulitare të Gjakovës të kushtuar Shën Pjetrit e Shën Palit. Megjithse kisha ende nuk ishte përfunduar, përdorimi i saj për shërbime liturgjike filloi për Krishtlindje të vitit 2008. Në të njëjtën kohë, për Krishtlindje të vitit 2008, Radio Maria Shqiptare instaloi një studio të vet në kuvendin franceskan Gjakov, që shërbente deri në vitin 2024, kur vazhdoi bashkëpunimi më i ngushtë i fretërve të Gjakovës me Radio Marin e Kosovës. Pater Antoni e ndërtoi edhe kapelen e Shën Nikolës i Peshkëv në Qerim në vitin 2010. Pasi me vite ka shërbyer filialen e Vogovës, së bashku me famullitarin Pater Noe Kajtazin, e ripertriu kapelen e Shën Markut Ungjilltar në Vogovë në vitet 2021-22. Ndihmësit e Pater Antonit si guardian ishin
Pater Lovro Gavran, Pater Ambros Lukaj, Pater Ilija Kovačević, Pater Noj Kajtazi, Pater Mio Shuman dhe Pater Aleksandar Tanushi. Pas Pater Antonit, guardian dhe familjitar në Gjakov u bë Pater Nue Kajtazi. Pater Nue Kajtazi është lindur në Karashëngjergj, familja e Zymit, me 20 qershor të vitit 1968. U shugurua me shtar me 15 gusht të vitit 1997. Që prej shugurimit me shtarak, gati krejt kohën ka shërbyer si kapelan në Gjakov përveç periudhave të shkurtra që i kaloi në Shqipëri dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Shqipëri i ka ndihmuar disa muaj Pater Engjlit në Bajz në vitin 1999 dhe 5 muaj Monsignor Hilkabashit në Fier në vitin 2002. Një vit qëndroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të studimit të anglishtes dhe të gazetarisë në vitin 2003-2004. Ishte redaktor i revistave Bashkësia Jon në vitin 2001-2004 dhe bashkëpunëtor i Dritës. Ka dhënë kontributin e vet edhe në emisione sidomos të Radio Marisë Shqiptare. Është angazhuar rreth ndërtimit të kishave në Kuqishte, Rrugov në vitin 2005 dhe në Karvasari në vitin 2005-2006. Në vitin 2012 u bë familjitar dhe guardian në Gjakov. Është marrë shumë me rregullimin e brendshëm të kishës familjitare të Shëmpjetit të Palit, me suatim, në tavanin, dyshemen, bankat, me udhën e kryqit, mozaikët, filtrazhet e tjera. Si edhe me ndërtimin e kapelës së re të Shën Mihilit në Korenic. Gjatë mandatit e tij, në kujdesin e Pater Aleksandar Tanushit, u ndërtuan edhe kapelet të reja në varezat e Osekpashës, Ramocit dhe të Mogricës, si dhe kapelja e Zojës së Bekuar në Firz, kurse me Pater Antonon e rindërtoi kapeljen e Vogovës në vitin 2021-2022. Me angazhimin e tij, në vitin 2014, Kuvendi Franceskan fitoi nga komuna e Gjakovës në shfrytëzim për 99 vjet, sipas ligjit në fuqi, tokë për zgjerimin e konsiderueshëm të oborit të kishës së Shnanut. E ndërtoi altarin e jashtëm dhe 10 refestore në oborin e kishës së Shnanut. Bëri shumë punë edhe në ndërtimin e shtëpisë për të moshuar, megjithse nuk kishte kohë për ta përfunduar. Kapelanët e Pater Noj Kajtazit ishin Pater Ambros Lukaj, Pater Antonua, Pater Aleksandar Tanushi, Pater Nue Topliana, Fra Lovro Gavran, Pater Lorenzi dhe Pater Vincenc Kajtazi. Në kohën e tij, në vitin 2017, edhe Monsignor Hilkabashi, i pensionuar, u kthye në Kuvendin e Gjakovës. Pas Pater Not, pasi ai kreu 3 mandate, guardian dhe familjitar për të dytën herë në Gjakov u bë Fra Lovro Gavran në vitet 2022-2025. Në vitin 2022, prej Shqipëria u kthye në Gjakov edhe Pater Ilija Kovačević, kështu që Kuvendi Franceskan i Gjakovës në atë kohë kishte 8 fretër së bashku me Monsignor Hilkabashin i peshkën në pension. Pas Pater Lorenzit, guardian dhe familjitar i ri në Gjakov është Pater Aleksandar Tanushi. Ai u bë guardian në vitin 2025. Pater Aleksandri është lindur në Gjakov, por është nga Novosela e Epërme. Është lindur me 9 gusht të vitit 1983. Hyri në postulandat në provincën franceskane të Shënkryqit
në Bosnë, në Visoko, zhguni në Shën Francesku të Veshi me 13 korrik të vitit 2003, noviciatin e kreu në Livno, kushtet solemni i bëri me 15 shtator të vitit 2008, u shugurua diakon në Gjakov me 19 shtator 2010, praktikën diakonale e kreu në Gjakov në vitet 2010-2011, u shugurua me shtar në Gjakov me 18 qershor të vitit 2011, pas shugurimit me shtarak, me njëherë u bë kapelan në Gjakov dhe asistent shpirtëror i rinisë franceskane në vitet 2011 deri 2016. Si bashkëpunëtor i Guardianit, Patër Noj Kajtazit e udhëhoqi ndërtimin e kishave apo kapeleve në Osekpash, Moglic, Ramoc dhe në Firs. Pastaj shkoi në Shqipëri, në kuvendin franceskan në Bajs, prej të cilit 3 muaj ka shërbyer famullinë e Kastratit në vitin 2016. Mandej u bë gvardian dhe famullitar i Bajzës nga viti 2016 deri në 2018, ku përfundoi kambanaren e kishës, e cila për disa vite kishte mbetur e pa përfunduar. I vizitoi dhe i bekoi të gjitha familjet e famullisë së Bajzës dhe bëri regjistrimin e plot të famullisë i pari pas Pater Engjlit. Pastaj u bë gvardian i kuvendit franceskan dhe rektor i kishës së Shën Franceskut në Gjuhadol, në Shkodër, në vitin 2018 deri në 2021. Dhe njëkohësisht ishte edhe udhëheqës i shoqënisë kulturore Illyricum, miqt e Shën Franceskut, si edhe administrator i famullisë së Ibales në zonën e Pukës. Pas kapitullit kustodial, u kthye prapë në Gjakov, ku e kreu detyrën e kapelanit, zëvendës famullitarit, dhe të asistentit shpirtëror të urdhrit franceskan shekullar nga viti 2021. Nga viti 2022, ishte ekonom i kuvendit franceskan Gjakov, zëvendës famullitar dhe drejtues i punimeve në objekte në ndërtim, Qendra Franceskane për Rini dhe Kulturë dhe Qendra Franceskane për të moshuar, paqe dhe mirësi, si edhe administrator i zonës baritore Tropoj në dioqezën e Sapes në Shqipëri. Si famullitar, e rregulloi kapelen e të lumit Pater Lyg Paliq brenda kuvendit franceskan, rregulloi oborin e kishës së Shnanot dhe soli aty bustin e Pater Shtjefin Gjerçovit dhe vazhdoi punimet te kisha famullitare e Shën Pjetrit dhe Palit. Si përmbledhje, mund të themi se prej vitit 1958, kur franceskant e pranuan famullinë e Gjakoves, në Gjakov kanë shërbyer 12 guardian dhe famullitar, duke llogaritur se Fra Lovro Gavran ishte guardian dhe famullitar 2 herë. Po ashtu duhet të kemi parasysh se bashkësitë franceskane kanë të paktën 3 antar. Bashkësia e Gjakovës i kishte edhe deri në 8, kështu që famullitarëve u kanë ndihmuar edhe fretërit tjerë. Prandaj, çdo vepër që ata e bëjnë si bashkësi, jo si individ. Megjithse, përgjegjës dhe udhëheqës gjithmonë është guardiani si epror i bashkësisë rregulltare. Prandaj, rregulltari kur nuk krenohet se ka bërë ndonjë vepër të madhe, sepse askush nuk mund të bëjë ndonjë vepër të madhe nëse nuk e përkrahin shumë njerëz të tjerë, të cilët i kryejnë shumë punë të tjera të detyrueshme, derisa eprori i ban ato punë të veta të mëdha. Prandaj, edhe urtia e popullit shqiptar me të drejtë thot, burri i fortë me shumë shok. Askush nuk është burri i fortë nëse nuk ka shumë shok. Rregulltarët në kishë zakonisht janë shumë të suksesshëm, sepse veprojnë si bashkësi e shumë vëllezërve dhe e motrave e jo vetëm të shokëve.
jetojnë dhe veprojnë si familje, si vllazëri dhe pikërisht për këtë arsye frytet e veprave të tyre janë edhe më të dukshme dhe më të qëndrueshme se veprat e individëve të cilët nuk kanë mbështetjen e bashkësisë dhe vepra e të cilëve nuk ka vazhdimsi. Për këtë arsye, Jezu Krishti ka themeluar kishën e vet si bashkësi të besimtarëve që besojnë në të dhe që me anë të sakramentit të pagëzimit janë të lidhur me Krishtin si me kryet e vet, si edhe me vëllezër e motra si gjymtyr të të njëjtit trup mistik të Krishtit. Dyert e ferit nuk do të ngadhnjejnë mbi këtë bashkësi feje, shprese dhe dashurie mbi kishën e Krishtit, sepse fuqia e saj e pathyeshme vjen nga kryet e saj, nga Jezu Krishti, Zoti i njeri. Prandaj, në vazhdim, do të flasim për bashkëpunëtorët e guardianëve dhe famuljitarëve tashmë të përmendur, sepse suksesi i shumë punëve vari pikërisht prej mundit të tyre. Edhe këtë emision do të përfundojmë me një lutje të shkurtër. Zoja e bekuar, nëna e këshillit të mirë, pajtoria e popullit shqiptar, lutu për ne. Mbretëresha e urdhit franceskan, lutu për ne. Shën Francesca e Shën Klara, lutuni për ne. Të gjithë shenjtërit e shenjtëreshat e hyjt, lutuni për ne. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft, ju ndihmoft e ju ruajt, hyj gjithë pushtetshëm, Ati dhe Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Amen.